Lilian në fazën e fundit me ceremoninë. Si personi që unë të fakut të detyre po morë rreth një muaj përpara. Jo i thashë ato që janë, unë s'di me të vejtë. Ne morëm një nga ju, ajo që më bot qefi është që shërose. Armand Duka është tren shpejt. Edhe normalisht që ne hajtë marrë mirë. Ardhëm në momentin përfundimtar të diplomimit të të gjithë kandidatëve dhe kursantëve të UEFA-s B. Vazhdon projekti i Federatës Shqiptare të Futbollit, ku licenca shkon tek trajneri, jo trajneri tek licenca, dhe në projektin ton të gjithë zonave që mbulojmë me UEFA-n B, është kursi dytë që zhvillohet i këtij niveli. Ishin përfaqësues të klubeve, trajner gjanë në terren, por dhe futbollista profesionistë të cilët do t'i shërbej me përfundimin e karrierës futbollistike, do t'i shërbej në vazhdimsinë e tyre për të ndjekur rrugën e bukur dhe të rëndësishme të trajnimit. Është eksperiencë mjaft e vështirë për të ardhmen, pasi ne jemi njerëz të sportit dhe të futbollit, gjithë jetën tonë ne kemi përkushtuar këtij sporti dhe patjetër që është shumë i nevojshëm ky kualifikim që na mundsua edhe nga Federata Shqiptare e Futbollit, që ishte edhe më pranë nesh, si jemi akoma lojtar aktiv të Elbasanit dhe ishte në HU në Elbasan, kështu që besoj do na shërbej shumë në të ardhmen. Dhe një falënderim për organizatorët. Patjetër, lektorët kanë qenë shumë kualifikuar të gjithë dhe kemi punuar në kushte mjaft optimale dhe për këtë duhet falenderojmë dhe Federatën Shqiptare të Futbollit që na mundson të ecim në kohën bashkëkohore si në çdo vend të Europës. Ky kurs na shërbeu shumë, sepse morëm shumë njohuri dhe të gjithë profesorët ishin shumë përgatitur dhe me nivel. Dhe kjo ishte një gjë shumë e mirë për ne, sepse na mundson që të marrim njohuri sa më shumë dhe t'i kemi sa më të qartë ato njohuri. Dhe falenderojmë Federatën Shqiptare të Futbollit, i cili na mundsoi këtë kurs, dhe zyrën rajonale të Elbasanit, që bëri të mundur që ky kurs të zhvillohej në Elbasan. Okay.